Tash është për lepër, dhelpër, derë, është mirë me pas edhe një ndihmë të parë. Kohën e vjetër që është përdorur vetëm për sigurim të ushqimit. Ka rreth 100 anëtar aktiv, ndërsa ka mbi 200 që janë anëtarë shoqatës. Aktiv që morin pjesë në terren, në gjyqi domethënë, është rreth 100. Është një nga sportet më sfiduese, por edhe me adrenalinën më të pazakonshme. Gjuetia, një pasion që Xhevdeti filloi rastësisht e që tani ka kaluar mbi 2 dekada duke ndjekur shenjën e kafshëve dhe duke sfiduar natyrën. Gjuetin e ku fillu këtë rastësisht, domethënë nuk është që kom tash me u bën gjatar. Pa angazhimi i madh në punë edhe ditë mëdha në punë në një ditë fillova me dalë natyrë, domethënë me shokë edhe takosha gjatar edhe e pas që është një sport interesant edhe kështu kom fillu. Prej vitit 2004 jam antar i rregullt i shoqatës, prej 2007 jam në organet e shoqatës e kështu ka vazhdu. Sot Xhevdet Hajrullahu e kryeson shoqatën Agim Ramadani, e cila ka rreth 100 pasionantë aktiv të gjuetisë në rajonin e Gjilanit. Shoqata themeluar prej vitit 2000, më thonë ka vazhdu aktivitetin ose shoqatë trashëgimtare, është prej shoqatave të para në Kosovë. Prej vitit 2017 unë jam kryetari i shoqatës. Vitin 2019 kemi marrë terrenin menaxhem, kemi të aprovuar planin 10 vjeçar, gjithashtu edhe planet 1 vjeçare vazhdimisht, më thonë sipas ligjit. Shoqata jonë ka rreth 100 anëtar aktiv, ndërsa ka mbi 200 që janë anëtarë shoqatës. Aktiv që morin pjesë në terren, në gjyqi domethënë, është rreth 100. Ata ndrohen, domethënë dikush për shkaqe të punës ose të angazhimeve veta nuk del, dikush është edhe jashtë, kemi edhe mërgjimtar shumë antarë shoqatës. Por si funksionon gjuetia në Kosovë? Në çfarë ditë lejohet dhe rregullat që duhet ndjekur, tregon Xhevdeti, i cili tashmë është një mjeshtër që di çdo detaj për habitatin dhe zakonet e krijesave që ndjek. Gjuetia është zhvillohet vetëm ditëve të diela, më thonë deri këtë vit. Tash në ka vendime që mund gjuetia edhe ditëve të festa, që do më thonë festa zyrtare që janë. Për ndryshe, shumica e antarëve, ose 90%, mbi 90%, janë njoftuar. Antarët e ri që janë, ata janë fillimisht 2 vjet janë praktikanta, edhe kanë kohë me përgatit, një antar i ri për shembull, del me një grup të vjetër, është praktikant quhet. Mandej ai nënshtrohet testeve që organizon federata për gjatari kualifikuar. Para vitit, domethënë deri në vitin 2006, në Kosovë kanë organizuar shoqatat, kanë pas komisionet e veta dhe kanë organizuar, kanë kualifikuar gjatarët, domethënë për gjatari kualifikuar, ndërsa pas vitit 2006, po sidomos tash prej vitit 2020-2021 është më të madhe të u certifikuar edhe gjatarët e ri. Janë të njoftuar shumica e për mos më thonë 100%, po 99% po edhe ata që s'janë të njoftuar, domethënë në momentin që janë tarsohen shoqatën tonë apo shoqata tjera, njoftohen për rregullat edhe procedurat se çu duhet më bë gjatar i plot. E përveç armës, gjuetari duhet me vete të ketë edhe mjete të tjera. Disa prej gjatarëve ose disa prej grupeve duhet me i pasën, është mirë me pasë edhe një ndihmë të parë për shkak të ndihmit ose të qenëve gjuetisë, ose të gjatarëve kolegëve të vetë që mundet më lëndu me arshit, jo prej armës zjarrit, po natyra e bën vetën e to. Këto janë ato domethënë ndihma e parë është mirë me pas. Ndërsa për shkak të disa smundjeve që janë paraqit në vitin 2001-2002, për shembull marrtaja e derrit, kemi udhëzime prej
ministrisë edhe prej federatës, po që me I marrë pajiset që në dohën, do më thonë për marrjet mostrave të kahushve të tegra, që ato që janë të rrezikume, për me I dërgu në laborator për analiza. Këto do më thonë janë pajiset kryesore që do të, dërsa pjesë tjera janë teknike ose përcjellëse që mirë. Çdo periudhë stinore përcakton edhe kafshët që gjuetaret kanë të drejtë t'i gjuajnë. Do më thonë nuk është në kohën e vjetër që është përdorur vetëm për sigurim të ushqimit. Tash gjuetia është losë edhe gjuhët sipas kalendarit edhe sipas udhëzimit administrativ. Thanë udhëzimi administrativ I vitit 2008 I ndan periudhat edhe kohën se cilët kafsh në cilën periudhë kohore lejohet për me u gjuajt. Tash është për lepër, dhelpër, derë, vazhdan tani mandej përfundan fund mujit me për lepër, vazhdan për derë, për dhelpër, kështu vazhdan. Do më thonë, gjuetia bëhet sipas kalendarit edhe udhëzimit administrativ që është në fuqi. Mbi 20 vite përvoj në gjuajtjet e kafshëve, natyrisht që nuk kaluan pas sfida në teren. Vështirësi nuk kemi pas, ndërsa kemi has në ari, në afërsi 10 metra, unë personalisht më ka ndodhur 2 herë, ndërsa grupës tonë, një kolegës tonë të grupës, ai ka ndodhur domethënë edhe më shumë, domethënë, edhe ka pas afërsi edhe 3-4 metra, po nuk është qenë agresiv, është tërheq edhe kemi vazhdu gjuetin normal. Edhe po është qenë pak sfiduese, pak panika, po ariu ka qenë I butë, edhe tash që kemi në kontroll monitorim atë ari, që tash dimi edhe vendet se ka rrinë, shumë shpesh kemi edhe video që kemi bë me telefona, kuptohet jo profesional, po është mirë. Sot gjuetia në Kosovë dallon në masë të madhe me mënyrën se si zhvillohej para 20 viteve. Para 20 viteve, domethënë gjuetia është pa në mënyrë shumë të rregullt. Edhe pa organizim, po shumë ilegale, është vjen bën dëm jashtëzakonisht mëdha, ndërsa viteve të fundit është bën vedisim ne kemi bën një politikë antarët kryesisë edhe kemi caktuar të gjithë detyrat e tona që me bisedu me grupe gjatarëve edhe me punu për me rujt. Me rujt sa është e nevojshme, po edhe kur është koha. Sot është jashtëzakonisht mirë, ka gjah edhe tima edhe trasha, ka gjah mjaftueshëm, ka mirë në teren, ruhet shumë, pa rregullsi mujna me thonë që mundet ka minimalisht. Tereni është I kufizuar ashtu që neve na bën që me edhe shumicën e grupeve gjatarëve nifum edhe kemi po përnyshë janë organet, është komisioni disiplinor, janë organet që mirën me gjatarë të pa rregullt ose dikush që bën një vepër që nuk përputhet me rregullat e gjuetisë. Normalisht ai ftohet fillimisht në komision disiplinor, tani mbaret pe I rastit a është e nevojshme mu procedu në gjykata ju. Bashkëpunim kemi me policinë, që ka shumë raste që dalim patrullim përbashkët, edhe me pylltarin kemi bashkëpunim që kemi komunikim të rregull, domethënë, mundohemi me rujt atë sa mundemi, po besoj që është jashtëzakonisht mirë, që sot e shef është qetë, me konë ditë e diell, besoj që këtë qetësi se kishëm pasë.